Unë jam nën kryetari i partisë, po unë kryesisht mirë me çështjet pushtetit lokal, për shkak se jam nikosisht edhe kryetari i Prezenit. Për pjesën tjetër, informacione më të mira ju japim. Temat aktuale politike që kanë bajnë me zhvillimet që na presin. Është e hapur PDK-ja për me votu një kandidat potencial nga vetëvendosja për Gjitha këto informacione të tjera ju japin anëtarët e tjerë të kryesisë, për shkak se po them unë më shumë jam marrë me pushtetin lokal. Se një moment tash këshyrën që apo mujna me u thonë. Nuk muj me komentu me zyrën e PR-it, ti lutem. Çka diskutuan këtë ngjeje? Zyra PR-it e jep shtash një press release dhe shini çka është diskutuar. A keni me votu nesër ajo kryeparlamentarin? Prej zyrës PR-it. Faleminderit shumë, vjen kesh kompliment. Kryesia bëhet për me marrë vendime bëhet, unë që ne kam e dalë nëse kam mësu. A keni me votu kryeparlamentarin nesër? A keni me votu? Tash del kryetari dhe ju njofta. A u mund në vendim kryesi? Kryetarin. Kush ja ka ndalë me folë? Për çdo gjë lëshojmë komunikat. Do se qëndrimin e kam thënë për 2 ditë. A është mund tani vendim? Përshëndetje. Vendimet i ndëgjoni në komunikatën që lëshon partia. Përshëndetje. Deputete? A u mor vendim për nesër? A keni me votu kryeparlamentarin? Ma vonë, a kanë me pas prononcim publik. Besoj që zyra informimit edhe dikush tjetër mundet m'ju jap në lisë. A u mor ndonjë vendim? Ju njerëz mundën me thonë kush keni zyrin e informimit drejtor. Përse që kanë hapë deklarata edhe parafolësit më herët, nuk e di e kanë hapë deklarata apo ju, po mendësi është se si parti i analizuar gjitha rrethonat politike, sigurisht që qëndrimi mbetet i njëjtë, dhe presum domethënë deri nesër që cilat janë zhvillimet e matutjeshme. Nuk do ta votoni? Jo, absolutisht jo. Faleminderit shumë.